Ka diçka që i ka munguar mëngjesit tuaj deri tani dhe është horoskopi ekonomik, që bëhet shumë i rëndësishëm për secilin prej nesh, paktën për ata që sinjalet janë pozitive në mënyrë që të përpiqen ti arrin të gjitha ato çfarë tregon Paulo Fox ditë pas dite. Dhe po nisim me shenjën e dashit. Sot keni mundësi të nisni iniciativa të reja që mund të sjellin fitime. Mbani nën kontroll shpenzimet dhe shmangni vendimet impulsive. Një projekt që ka ngecur mund të marrë hov nëse e menaxhoni mirë. Dhe si natyrë, shenja e dashit është pak impulsive, kështu që mbase mirë është ta mbajë veten nën kontroll ditën e sotme. Për të shkuar më tej tek Demi. Ditë e mirë për të riorganizuar buxhetin dhe për të planifikuar shpenzimet. Shmangni presionet financiare që nuk janë të nevojshme dhe mbi të gjitha është durimi që do t'ju sjell stabilitet ekonomik. Durimi juaj personal, jo durimi ndonjë individ. Shkojmë tek binjakët më tej, shenja e radhës ku do të ndalemi, do të shohim se si do të jetë dita në aspektin profesional dhe ekonomik për këtë shenjë të horoskopit ditën e sotme. Shfaqen mundësi për bashkëpunime ose kontrata të reja. Qëndroni të fokusuar tek objektivat tuaja dhe mos lejoni shpërqendrimet që të pengojnë përfitimet. Sot orientohuni vetëm tek gjërat e mira, harrojeni gjitha pengesat edhe shpërqendrimet. Do të shkojmë më tej tek Gaforia, është shenja e radhës ku do të ndalemi së bashku. Dhe sa i përket Gafores, rikthim i mundshëm i projekteve ekonomike të lëna pas mund të ketë ditën e sotme, suksesi do të kërkoj përkushtim dhe durim, është e rëndësishme të mos prisni që gjithçka të ndodhë lehtësisht, veproni me kujdes. Asgjë nuk vjen me një trokitje në derë, por gjithçka vjen pas përpjekjeve të shumta dhe duke shkuar ne së pari tek ajo çfarë duam. Zhvendosemi tek shenja e radhës, tek Luani, energjia dhe iniciativa juaj mund të sjellin vlerësime ose fitime. Por, kujdes nga shpenzimet impulsive ose vendimet e nxituara. Koha është e favorshme për të treguar aftësitë tuaja, kështu që bëni më të mirën për t'ua dëshmuar të gjithë njerëzve me të cilët punoni ditë pas dite për të treguar gjitha këto aftësi që ju i keni dhe mund të tregoni fare mirë ditën e sotme. Shenja e radhës ku do të shkojmë është shenja e Virgjëreshës. Organizimi financiar është i favorshëm ditën e sotme, është e rëndësishme të shmangni shpenzimet e panevojshme dhe fokusohuni në planifikim. Ky është momenti i duhur për të vendosur disa prioritete, për të vazhduar së pari në realizimin e tyre dhe për të lënë pas dore gjërat që mbase presin për një moment të dytë. Dhe shkojmë tek Peshorja. Kërkohet ekuilibër mes dëshirave dhe nevojave financiare. Nuk e di pse e ndjej shumë në këtë pikë Peshoren. Diskutimet me partnerin për buxhetin mund të jenë të dobishme, planifikimi i kujdesshëm sjell stabilitet. Dhe nëse bëni këtë planifikim, do ta gjeni edhe stabilitetin. Kjo vlen për mua, po një herazi edhe për gjitha peshoret e tjera. Shkojmë tek Akrepi. Vendimet tuaja sot mund të sjellin përfitime të rëndësishme, por mos lejoni emocionet t'ju pengojnë në gjykimin racional. Fuqia vendimarrëse është në favorin tuaj. Kjo sa i përket shenjës së Akrepit, e cila me sa duket është fort e favorizuar ditën e sotme, por do duhet patjetër të tregoj një vëmendje më të madhe sa i përket vendimeve dhe ndarjes mes të drejtës dhe asaj çfarë nuk duhet bërë. Me sa duket fjala kyçe për ditën e sotme në shenjën e Akrepit është gjyko ftohtë. Këto janë dy fjalët kryesore që duhet i ketë si udhëzues për ta pasur ditën sa më të mbar. Shkojmë tek Shigjetari. Ide të reja ose investimet të favorshme mund të lindin ditën e sotme. Planifikoni me kujdes para se të veproni dhe mos veproni vetëm për impuls, sepse strategjia është çelësi. Kështu që së pari duhet të ndërtoni një strategji dhe më tej të reagoni në formën e duhur. Por çfarë thuhet për Bricjapin? Çfarë thot Paulo Fox dhe yjet ndër të tjera për shenjën e Bricjapit? Përkushtimi dhe durimi po japin fryte në këtë kohë për ju, mund të nisë një negociat serioze ose të merrni konfirmime ekonomike. Është kohë e favorshme për vendime të mëdha. Dhe me sa duket, do të gjendeni përpara këtyre vendimeve dhe do t'i merrni në formën më të mirë të mundshme, sepse ju favorizojnë yjet. Shkojmë tek Ujori. Kreativiteti juaj financiar është në rritje, idet mund të jenë të mira, por është zbatimi ai që kërkon këmbgulje. Mbani një qasje praktike në mënyrë që të arrini të shihni rezultate. Kjo është e vetmja formë që do t'ju ndihmojë të veproni në mënyrën e duhur.
Dhe për ta mbyllur me horoskopin, do të shkojmë tek shenja e fundit, tek peshqit, për të parë së bashku si do të jetë dita në aspektin financiar dhe atë të karrierës për këtë shenjë të horoskopit, për emocionalet e them unë shpesh të zodiakut. Intuita mund t'ju ndihmojë në zgjidhje financiare të mira, edhe po njihen edhe për intuit peshqit. Njohje ose vlerësim në punë është ajo çfarë ditën e sotme sjell edhe përfitime për ju, por mos injoroni realitetin praktik, pra mos e neglizhoni edhe realitetin. Qëndroni me këmbë në tokë, pra e thënë me pak fjalë edhe në një gjuhë më popullore. Ky ishte edhe parashikimi i shenjave të horoskopit në aspektin ekonomik dhe profesional, me sa duket është mirë, nuk është me tregues të cilët mund të ndikojnë për të ulur humorin ditën e sotme, megjithatë, ne jemi secili prej nesh një individ i veçantë dhe secili kemi punën tonë, secili kemi prioritetet tona, kështu që duhet ta bëjmë pak këtë horoskop të jetë i vlefshëm edhe për ne individualisht.